Në veprimtarinë e vet ai e kishte këtë dimension, me që se referuam rrëmbimit edhe dobësisë apo njerëzve që ka lënduar, ai u ekspozua her pas here, nuk di të them sa, edhe në polemika, domethënë me intelektual të caktuar, që në rasti Kishës Përmetit, me profesor Kristof Rashin. A ishte kjo diçka e zakon në jetën e një klerikut nivelit tillë kaq lart, domethënë përfshirjen polemika të tilla apo referenca të tjera? Duke kthyer ke testamentit, duhet të them që u zhgënjeva pak se kisha dëgjuar edhe nga njerëz kolegë miq të mi brenda Kishës që më kishin thënë që e kish lënë me testament pikërisht që atë që tha në atë deklaratën, intervistën e vitit të... Do shkonte në kundërshtim, është e qartë me rregullat kanonike. Nëse po flas si njëri që nuk i njeh të përbrendshmet e Kishës, me aq njohuri sa kam. Domethënë, unë isha e mirëprita këtë fjalë që mu thash që është një reflektim se në fundit që njëri i Zotit apo njëri i besimit dhe në radhë të parë njerëzit e besimit dhe drejtuesit e institucioneve fetare, kur ikin nga kjo botë, duan të ikin të larë, apo jo, edhe për ndonjë, siç e thot ai, ndonjë gabim të themi, ose ndonjë lëndim që mund t'i ketë bërë të tjerëve. Unë do të thoshe që sjellja ka pësuar një evolucion, sjellja e profesori Janullatosit të ndjerë, kam përshtypjen që nuk e njifte historinë e Kishës shqiptare, nuk e njifte historinë e popullit shqiptar. Ai vinte nga një shërbim i gjatë, kam përshtypjen në Afrikë, natyrisht ka qenë i informuar, sepse me sa di unë ai ka bërë dhe një shkollim edhe në Gjermani me bursën Humboldt, nuk e di. Është e vërtet kjo, apo jo? Ai që është një bursë shumë konsistente e fortë. Dhe mirë po, me sa duket nuk e njifte historinë mirë të Shqipërisë dhe të besimeve fetare në Shqipëri. Dhe dua të them që në përcjelljen e tij, në atë ceremoninë që u bë në katedralen ortodokse, mua më pëlqeu shumë fjala e mbesës së tij. Dhe ato fjalë që tha ajo, unë si kam dëgjuar nga vetë hirësia e tij gjatë kohës që ka qenë në drejtim të Kishës. Ajo drejtua gjithë shqiptarëve, vëllezër shqiptar, të duam njëri tjetrin. Edhe kur e them tani emocionohem, realisht. Ta kisha dëgjuar nga hirësia unë që kam qenë një ndër kritikët, themi, me të drejtë, me të pa drejtë, edhe unë mund të kem ato reflektimet e mia, por kjo po ta thoshte që në fillim, hirësia e tij është drejtuar gjithmonë popullit ortodoks. Dhe i ka parë me mosbesim, si thuash, besimet e tjera. Domethënë, konceptonte se këtu ndoshta ishte një vend, ishte Libani, ku ka dhe kundërvënie midis besimeve të ndryshme, aq sa ka dalë termi libanizimi, siç është dhe ballkanizimi, në kuptimin negativ të fjalës. Megjithatë nuk ka patur përplasje ti me profesues të klerit tjetër, klera, domethënë feve të tjera. Shiko, klerikët janë njerëz të mençur, janë njerëz të kanë një frenim, e kupton, nuk mund të shkojnë. Por dua të them që ka edhe një moment ai i hartimit të parë të 98-s. I 98-s, apo jo? Po. 97. I testamentit. Po, atëre kanë qenë presione të jashtëzakonshme, mbasi u vendos profesori Janullatos në krye të Koashit, ka pas presione të mëdha për të krijuar sinodin. Janë bërë presione politike të mëdha. Dhe realisht u zgjodhën dhe 2 episkop, apo jo, që nuk ishin shqiptar. Një i Beratit, një i Gjirokastrës, më duket, në mos gaboj. Ishte Arvanit, por le të themi nuk ishte... Me vetdije shqiptare. Si ishte as qytetar shqiptar në kuptimin edhe juridik të fjalës, që e kërkonte që të ishte qytetar shtetas shqiptar. Vetë hirësia e tij u bë vonë, e bëri presidenti
Meta, po jo. Kështu që ka pas një presion politik, si që pati presion politik edhe për fronëzimin e i rësisti. Le ta themi këtë, që ka pas presion të madh, ju keni qenë në presidencë, jam i bindur që i dini presionet që janë bërë në nivelet më të larta, për të imponuar një presioni që është bërë Ramizalis në 91-shin, që në janar, nga babai i Mitsotakisit të ri, Mitsotakisi i vjetër, janë botuar edhe në shtyp, ato, si thuash, proces verbalet e takimit shumë të ashpër, kur është bërë presioni drejt për drejt nga Mitsotakisi për këtë çështje. Në një kohë që Ramizalia kërkonte të bisedonin për çështjet apo jo, marrëdhënie ndërshtetërore, ai insistonte që të njihej i cili në atë kohë ishte egzark, siç